Në kuadër të fesës së mësuesit, kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmundo u rezervoi një pritje të veçantë disa prej mësuesve të dalë në pension, por që ndër vite kanë dhënë një kontribut të çmuar në edukimin dhe formimin e brezave. Gjatë takimit, ndo u shprehu mirënjohjen për punën dhe për kushtimin e tyre shumë vjeçar në arsim. Ai theksoi se mësuesit kanë luajtur një rol të pazëvendësueshëm në formimin e shoqërisë dhe edukimin e mirë të nxënësve, duke lënë gjumë të rëndësishme në jetën e tyre. Jeni shtyllat e shoqënisë tonë. Për ju shkanis do me thanja e fjallës dije. Në atmosferën e kësaj dite të veçantë, kam kënaqësinë zbashko me disa mësues të dalin në pension, për që kanë dhënë shumë shoqënisë tonë, shumë lera të veçanta, të cilët janë shembulli dhe motivi i punës tonë të përditshme. Të ore 7 marsin, gjithë mësuesve të Qarkut Shkodër, me mirënjohje, me respekt dhe me vlerësim shumë të madh për ta. Mësuesit tanë janë sfidues të kohës, pavarësisht pengesave që mund të kenë hasë ndër vite, ja kanë arrit mas mirit të jenë gjithmonë prezent si një prej një dytë për secilin prej nesh, të japin kontributin e tyne, edhe asnjëherë mos të ankohen, mos të shprejnë atë pakënaqësinë, por me ato mundësi që janë dhënë, të japin maksimumin për shoqërinë tonë. Jo një themele mbi të cilën ngrihet shoqënia jonë. Them drejtën si Këshilli i Qarkut, kena bërë maksimumin gjatë këtyre viteve, të japim kontributin tonë në shërbim të cilësisë të mësimit në Qarkun e Shkodrës, si në infrastrukturë, ashtu edhe në disa botime që kemi marrë përsipër si Qark, të cilat i kemi vendosur në dispozicion të Universitetit edhe Zyrës Arsimore Shkodër, në mënyrë që të përdoren si kurrikula për nxënësit e historisë, gjeografisë dhe turizmit. Çdo arritje e nxënësve mban vulen edhe për kushtimin tuaj. Në përfundim, kryetari i Qarkut Shkodër bashkë me Buqet Ulesh udhëroi në shenjë falënderimi dhe mirënjohje të gjithë arsimtarëve botimin e Këshillit të Qarkut Shkodër, si edhe nga një panoramë imazhe të Shkodrës turistike.